Ju nga tjeta, uroj t'jeni mirë, me mbrëma dashur miq, ju përshëndesim unë dhe kolonel Deritan Demir, ai nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i cili na bashkohet edhe sonte për të parë dhe për të diskutuar çështjet dhe zhvillimet e mëdha të cilat janë duke ndodhur në të gjithë botën. E gjithë bota është në tension, e gjithë bota është një lëmsh i madh, por edhe Shqipëria gjithashtu. Ju jeni më të interesuar sigurisht për atë që ndodh në Shqipëri, jeni të interesuar më shumë sigurisht për atë që ndodh me fatet e vendit tonë, me fatet tona, me fatet e adheut tuaj, të Shqipërisë tuaj. Lojrat janë të mëdha, skemat janë të mëdha. Tashmë do të hyjmë t'i kuptojmë pak nga pak, por ne nuk mund ta kuptojmë se si do të jetë fati i Shqipërisë në këtë oqean të madh të lojës kombeve pa e kuptuar se si po shkon loja e madhe, sepse janë lojtarët e mëdhej, ata që e prodhojnë gjeopolitikën, ata të cilët vendosin se si do të shkojë loja. Ne popujt e vegjël tentojmë të vendosim disa gur, tentojmë të vendosim ndonjë tull në këtë mur të madh të interesave të lojës madhe, por sigurisht lojën e vendosin lojtarët e mëdhej dhe ekuilibrat e mëdhej. Kolonel, mirë se erdhët në këtë bisedë, ka shumë për të folur. Falenderoj për kohën e të çmuar që e gjetët dhe të falenderoj që jeni sërish me ne sot. Është kënaqësi gjithmonë. Kënaqësia është e imja. Kolonel, ka zhvillime shumë të mëdha në përbot, nuk e di nga t'ja nisim në fakt, edhe në Shqipëri ka patur zhvillime dhe do të ketë ky muaj janar, do të jetë shumë i ngarkuar me ngjarje, do të jetë shumë i ngarkuar me zhvillime të jashtëzakonshme. Ka skema nga më të ndryshmet që po luhen dhe po zhvillohen këtu në Tiranë dhe ne do të tentojmë t'i kuptojmë bashkarisht dhe t'i dekriptojmë, por përpara se të vim në Tiranë, t'i çojmë pak miqtan në skemën makro, sepse një zhvillim i frikshëm ka ndodhur në Europë, duke filluar me Oreshnikun, bishën dhe përbindëshin rus që godet në Ukrainë, përse Vladimir Putini e nxori bishën nga strofulla dhe cili është mesazhi i tij. Pastaj do të shkojmë lindjen e mesme në Europë, në Ballkan, vim në Shqipëri me herë. Unë mendoj që dy janë arsyet kryesore. Pari është takimi i djeshëm i asaj që njihet si Coalition of the Willing, të cilët kanë vendosur që sapo të arrihet marrëveshja e paqes, Britania, Franca dhe një pjesë e vendeve tjera, dhe unë këtu kam informacion që edhe Shqipëria do të dërgojë një kontingjent me trupa paqërujtëse brenda territorit të Ukrainës, por në pjesën perëndimore. Sipas Macronit dhe kryeministit Steinmeier, nuk do të kenë misione. Spari nuk do të jenë të dislokuara në afërsi të kufijit me Rusin, dhe së dyti nuk do të kenë misione luftarake kundër Federatës Ruse, por që ne kemi të qartë se si shkojnë këto punë. Tani misioni së pari. Së dyti, sulmi ndaj rezidencës zyrtare të Putinit, sipas gjitha mediave ruse sot, deklaroi që kjo ishte një mesazh i qartë i Moskës që jam këtu për të mos ju lejuar të kaloni vinë e kuqe, domethënë edhe Maria Zagarova deklaroi që dislokimi i trupave europiane të NATO-s në territorin e Ukrainës edhe pas përfundimit marrëveshjes paqes do të jetë vije kuqe, kalimi vijes kuqe që do të konsiderohet objektiva legjitime për të goditur. Bazat e tyre, depot e tyre dhe qendra e tyre të komandim kontrollit ose të inteligjencës. Bukur. Europa sigurisht e ka qartë këtë zhvillim dhe e ka qartë që Rusia do ta perceptojë si të tillë dhe do të reagojë si të tillë. Nga ana tjetër, Rusia po intensifikon fort dhe po rrit intensitetin e mesazheve të saj kërcënuese. Goditja me Oreshnik çdo të thotë, kolonel? Goditja me Oreshnik ka dy mesazhe. Spari që unë posejdoj avantazhe teknologjike ushtarake, një pjesë të madhe të cilës
fatkeqësisht e kemi parë për gjatë gjithë kësaj kohe, pavarësisht dërgimit të qindra mijëra sisteme perëndimore, Rusia ka qenë aftë që të shmangi këto sisteme, dhe kjo jo për shkak të cilësisë, po për shkak të pamjaftueshmërisë së dislokimit të tyre, sepse tashmë Rusia prodhon 6 fishin, 7 fishin e pajisjeve të artillerisë dhe të sistemeve tjera. Së tyti, mesazhi është i qartë, edhe me dislokimin e tyre në territorin e Bielorusisë, pra edhe unë po bëj atë që bëni ju. Ju vazhdoni afroni dëshirit tim, më keni rrëthu krejtësisht nga pjesa lindore, dhe unë vazhdoj dislokimin e këtyre, por që posedoj një avantazh teknologjik. Dhe kam aftësitë ju shkatroj në çdo moment, në rast se ju kërcënoni sigurinë time kombëtare, unë kam aftësi dhe kapacitete për t'ju godit edhe me mjete nukleare. Pra, është kaluar në një fazë tjetër akoma më të rrezikshme lufta, dhe përderisa është marrë vendimi për të çuar trupa, kolonel, a mendon se do të kemi një përballje direkte mes Europës dhe Rusisë, apo mendoni se kjo do të shtyhet për 2027-ën, 2028-ën? Rrezikojmë një përballje direkte Rusi-Europë, të paktën në atë që duket? Unë mendoj që në qoftë se vendet europiane, Franca dhe Britania Madhe, të kemi parasysh diçka, që jemi akoma në momentet kur janë deklarata publike. Qartë. Gjermania, për shembull, ka filluar revoltat, ka filluar protestat. Populli ka filluar të revoltohet, asnjë ushtar në Ukrainë. E njëjta gjë edhe për Francën. Për Britaninë akoma, po në momentin që do të merret vendimi, unë besoj që ka për të pas protesta, sepse dislokimi i tyre do të thotë konflikt i drejt për drejt me Federatën Ruse. Dhe pastaj, a janë gati ato për të përplas me Federatën Ruse se çfarë dallimi do bëjnë 5.000 ushtarë, 10.000 ushtarë të NATO-s, kur nuk ja dalin dot 1 milion ushtarë. Edhe shumë gjëra tjera që ne nuk i themi dot këtu në për media perëndimore, sepse janë pjesë që dëmtojnë sigurinë, arkitekturën e sigurisë të NATO-s. Qartë. Edhe nuk kanë bërë asnjë ndryshim. Çfarë mund të bëjnë 5.000, 10.000? Kështu që detyrimisht dislokimi i tyre, paralajmërimi i këtyre, po për një gjë po të siguroj 100% që Putini nuk po bën bluff. Putini e ka këtë luftë jetë a vdekje dhe do ta vazhdoj deri në momentin që të arrijë atë deterencë që do. Domethënë të arrijë objektivin që Ukraina të jetë neutrale, të mos ketë forca të NATO-s në territorin e saj, të njohë territoret që ka pushtuar dhe pastaj të ulen për negociata, sepse e ka të qartë që me fuqizimin e Bashkimit Evropian, ky konflikt do të rindizet edhe me ardhen e një leadershipi të ri në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Qartë, amerikanët do të shkojnë pas fijes europianëve, kolonel, në këtë moment, sepse duken të dyzuar, as nuk duan, dhe s'është në interesin e tyre ta shkërmoqin NATO-n, as nuk duan të shkojnë pas fijes europianëve në këtë betejë, në këtë qorsokak që është tunel pa dritë në fund. A mendoni se amerikanët do t'ja dalin ta balancojnë nevojën e tyre për të gjetur, për të mbyllur frontin e Ukrainës me nevojën e tyre për të ardhur në Europë nga dera e Grenlandës? Absolutisht që interesi kombëtar i Shtetit të Bashkuar të Amerikës është që të shmangin me çdo kosto një përplasje të drejt për drejt me Federatën Ruse. Aq më tepër kur tashmë ajo që kemi thënë çdo herë këtu po bëhet e qartë dita ditës, Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vitin që vjen, pra që nga sot dhe për gjatë gjithë 2026-s, po përpiqen të shtojnë maksimalisht sasinë e prodhimit të industrisë, pra të pajisjeve ushtarake, sepse vitit 2027
6 mujori i dytë dhe 6 mujori i parë i vitit 2028 do të jetë viti i një përplasje të madhe ku mundet që të kemi edhe një konflikt botëror. Uroj që të mos jetë. Nga një anë, nga ana tjetër, nuk është absolutisht në interesin e Shtetet Bashkuara të Amerikës, aq më tepër që askush më mirë se Shtetet Bashkuara të Amerikës e din mesazhin e Putinit që nuk toleron të ky konflikt pa rrit objektivat e tij. Pra pa rrit deterencën për 3-4 objektivat që kemi thënë gjithmonë. Dhe do bëj çdo përpjekje që tjetë e mundur për ta shmang këtë konflikt me Federatën Ruse. Nuk ka fuqi, aftësi dhe kapacitet askush që të zhvilloj një luftë në Eurazi, por në mënyrë të veçantë në pjesën e Kinës lindore jugore, e cila mund të përshkatëzohet pastaj me një koalicion të këtyre 3 ose 4 shteteve, që janë Federata Ruse, Kina, Korea e Veriut, ndoshta mund i bashkohet edhe Irani pastaj. Qartë. Me që shkuam në Iran, përpara se të shkojmë në Iran, kolonel, Amerikanët e plasën bombën, pas Venezuelës, radhën e ka Grenlanda, radhën e ka çdo pikë tjetër që kërcënon doktrinën Donero tashmë. Nga Monroeja dolëm në Donero. A mendoni se do të vijoj me gjithë këtë skepticizëm të lartë, me gjithë këtë refuzim të madh, me gjithë këtë sulm të madh që po bëhet ndaj kësaj arrogance amerikane, mendon që do të shkohet në drejtim të Grenlandës pa i pyet fare këta europianët, apo do të mendohet 2 herë Trump? Por besoj që marrëdhënien me aleatët e tij në Europë. Absolutisht kur nuk kanë qenë marrëdhëniet midis marrëdhëniet euroatlantike midis SBA-s dhe Bashkimit Evropian kaq të tensionuara të paktën këto dekadat e fundit. Dhe nga njëra anë kemi një president amerikan dhe administratën e tij që me shumë vizion kërkojnë që të futen në Grenland, ta marrin në kontrollin e tyre, ta militarizojnë, sepse tashmë në Arktik Rusia ka avantazhe shumë të mëdha. Jam i sigurt që 98-99% e njerëzve që dëgjojnë këto thonë, po si i bëjnë këto? Si i bëjnë këto se nuk kanë asnjë lloj informacioni që Federata Ruse ka 25 vjet që investon në Arktik, në zonën e saj të Arktikut, 53% që e komandon Federata Ruse. Ndërkohë që Grenlanda vërtet e man atë, po me 2 baza shumë modeste, pa investuar në infrastrukturë, sisteme ushtarake, përveç se një baze për luftën në Arktik, edhe një bazë amerikane. Është shumë e rëndësishme, jo vetëm për sigurinë e Amerikës, Krishnik, Grenlanda, po në mënyrë të veçantë për sigurinë edhe të Europës, sepse Europa ka treguar që nuk ka fuqi as vizion për të krijuar struktura, arkitekturë sigurie. Dhe unë nuk e shoh as pak gabim që ta marrë Shtetet Bashkuara të Amerikës në kontroll, për sa kohë që Danimarka nuk ka mundësi dhe kapacitete. Dhe kemi parë retorikën e Francës, Britanisë, Gjermanisë, negative në këtë drejtim. Tani, unë them që ta bëjmë diçka të qartë, më fal që të ndërpres. Por nuk dua të më rrëshkas nga vëmendja kjo pikë se shumë e rëndësishme. Europianët e kanë lënë, ishulli po rrethohet nga rusët, nga kinezët. Kina e kanë plan Arktikun, meriton emision vete, Rusia gjithashtu. Tani, nga i lind ky sovranizëm i madh Europës që të vijë Amerika po na merr Grenlandën, po shëmbet rendi ndërkombëtar. Mos vallë po bëjnë një lojë tjetër këta me Rusin, me Kinën, dhe kujtojnë se po e hanë Amerikanët, apo Amerikanët kanë zbuluar një gjë të cilën nuk duan ta thonë me zë të lartë, se nëse nuk e mbron dot vet nga Rusia dhe nga Kina, nga lind ky damari sovranist për mos me lënë Grenlandën, duke qenë që ne dim gjithë që e gjithë siguria e Europës pas luftës dytë botërore është SBA-ja. Ne dim që NATO është SBA-ja. Ne dim që
Gjermani është baza amerikane që siguron Europën. Nga vinë këto damarët, po luhet në i loj dyshe që ta din dhe njerëzit, apo është thjesht nevoj për sovranizëm për t'ja shit popullit. Si t'ja shpjegojmë njerëzve këtë? Absolutisht është një sovranizëm falso, Fals. është një lloj si njeri i cili s'ka as forcë, as para, as mundësi, as siguri, edhe bën si fort kot. Sovranist kot. Kam pas një çun ke lagja, më fal, do ta vazhdosh, i cili është djali mirë, këtë e kapshin, i gjuten e njonin grusht, thote kur të vi shoku im, ma e më çfarë do të bëj ty. Pra, nuk ja kthen te vet. A është Europa në këtë pozicion? Pra, vetë nuk e përballojnë dot dhe pastaj i thonë Amerikës do ruajmë rendin botror dhe sovranizmin. Rendi ka rënë sepse rendin e bëjnë sot fabrikat dhe trilionat e Kinës, e bëjnë armatimet, e bëjnë armët bërthamore dhe e bëjnë kontrolli mbi hemisferën perëndimore dhe lindore. Çfarë fshihet këtu? Tash ne e dim shumë mirë që rend botror nuk ka pas kurrë. Gjithmonë ligjin e kanë bërë të fortët. E bën më të fortë, është ligj xhungle. Ligji ndërkombëtar që nga krimi o OKB-s edhe ligji ndërkombëtar nuk është zbatuar sikurse do duhet të zbatohej. Pra nuk është zbatuar, nuk janë respektuar vendimet e kësaj organizate e cila është krijuar për të krijuar siguri, rend dhe barazi në botë. Sigurisht. Që të mos bëjmë sikur ne nuk i kuptojmë këtë punë. Dhe ajo që janë të tërbuar Bashkimi Evropian është sepse kësaj radhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ose më saktë, me thënë më popullorëshe, Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk janë vënë më nën komandën e këtyre liderëve, të cilët i thënë shkoni tani, ju jeni fuqia, motori i forca më e madhe. Edhe hajde të forcat tuaja të luftojnë Rusin, forcat tuaja të luftojnë Kinën, më kupton? Pra, ky president ka ardhur, është zgjedhur me premtimin America First. Pastaj partnerët. Do të duhej Kreshnik që Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pavarësisht tyre përçarjeve që janë të përkohshme, të mbanin një aleancë, vazhdonin bashkëpunimin në NATO, sepse një NATO pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të ishte një organizat që nuk do të projektonte në asnjë mënyrë forcë. Aq më tepër, sot kur po dalin, kanë dalë dy superfuqi të tjera dhe janë në zhvillim e sipër edhe disa superfuqi, janë disa vende që gradualisht në 5 deri në 10 vitet e ardhshme do shkojnë në statusin e superfuqive ose pak më poshtë. Që thot Bashkimi Evropian në mungesë të leadershipit, të reformave, të një krize ekonomike, të korrupsionit, të mungesës mineraleve, të mungesës së shumë gjëra të vizionit për ta zhvilluar, të mungesës infrastrukturës ushtarake, teknologjike, ekonomike, sepse vërtet është shumë i zhvilluar. Brenda kësaj ke Gjermaninë, që është një nga motorat e botës, ke Francën, ke Italinë, ke Britaninë e Madhe, ke Spanjën. Por ekonomitë e tyre janë të varura sepse nuk kanë burime. Një ekonomi e fortë ka nevojë për gaz, për minerale, për naftë, të cilat Europa nuk i ka. Dhe për një lloj është e varur nga superfuqitë e tjera dhe në mënyrë të veçantë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe infrastruktura e sigurisë europiane është krejtësisht e varur nga mbrojtja amerikane. Qartë. Shpresojmë, unë nuk e di, ne nuk e dim, ne bëjmë analiza, ne nuk jemi as tifoz, as ne urojmë më të mirën sigurisht për interesat tona kombëtare. Ne na intereson që të jenë i fortë aleanca ku aderojmë, sepse jemi në mes të 4 rrugëve, përveç tifozëve të Facebookut dhe të YouTube-it, të cilët kur kris pushka kërcasin dhe shkojnë në Zvicër, apo në Gjermani, apo në Itali, apo ku të munden. Bashkë me ministrat e rilindjes që kanë $100 milion në akauntet e tyre si rezultat i vjedhjes popullit shqiptar. Qartë. Dhe nuk i ka parë njëri këta, nga këta të lirisë dhe demokracisë. Filmi madh, do t'i kthehemi filmit tonë. Ndërkohë që kjo të nxjerrë po zihen në Europë kolonel
një tenxhere tjetër e madhe po zihen në lindjen e mesme. Lindja mesme është strategjike sepse atje është Izraeli, është luftania më e madhe e Amerikës dhe e Perëndimit është në lindjen e mesme. Izraeli ka plane të mëdha. Ka planet cilat nuk i ka fshehur më tashmë. Shpërbërja e Sirisë është në prag. Ndarja e Sirisë është në prag. Asadi iku. Erdhi Al-Shara. Tashmë kemi një kacafytje dhe kemi një urdhër të Al-Shara në Alepo për të nisur luftimet kundër PKK-s dhe PYG-s. Çfarë po ndodh në Siri, kolonel? A kemi një skenar të ndarjes së Sirisë i cili do të shkojë deri në fund, apo mendoni se luftimet e Al-Shara dhe ndërhyrja e Turqisë dhe Erdoganit në Turqi do t'ja dalin të ndalojnë shpërbërjen e Sirisë? Unë mendoj që për t'i dhënë përgjigje pyetjes tuaj, tashmë de facto Siria është ndarë. Kemi një Siri e cila nga një anë është rreth 7600 km. Flas për ndarjen de jure unë, se de facto është ndarë. Dakord. Aty po të vi. Erdha. Kemi një Siri e cila është de facto ndarë, sepse 1/3 e territorit të saj, ku gjendet rreth 90% e ujit, rreth 92% e gazit dhe e naftës, pra flas për pjesën e lindjes të Eufratit, që është 1/3, ku tashmë edhe pse e banuar vetëm nga 7-8% popullsi kurde, e ka kontrollin e gjithë këtij territori, 1/3. Nga ana tjetër, kemi marrjen e kontrollit në pjesën e Kujnetras, në zonën ose rajonin e Suedas dhe lidhjen e saj përgjatë gjithë korridorit jugor me korridorin Devit. Pra e kemi de facto. Ajo çka po ndodh sot, të paktën 48 orët e fundit në Aleppo, është urdhri, fillimi i një konflikti, pra urdhri nga presidenti Al-Shara për zbatimin e një marrëveshje që ka qenë, është bërë këtë pranverën e vitit kaluar, midis PKK-s, SDF-it, ose PYG-s, YPD-s, sipas emrave që Turqia e quajnë PKK, vetë Siria e quajnë SDF, kurse pjesa tjetër në asaj rajoni që quhet Rovaja, të cilën forcat e armatosura të Damaskut duhet të bashkëpunojnë dhe forcat e PYG-s duhet të integrohen brenda Ministrisë së Mbrojtjes. Kujdes, këtu është hilja. Tashmë kemi krijimin e 3 divizioneve. Divizioni i parë i SDF-it, PKK-s, i cili quhet divizioni i veri lindjes për ruajtjen e kufirit. Pra kemi krijimin e një divizioni ushtarak si pjesë e forcave të armatosura të Damaskut, ndërkohë që Damasku në këtë 300 e forcave kurde nuk ka asnjë komandim kontroll. Pra nga një anë, forcat kurde janë pjesë e bashkëpunimit, por jo e komandim kontrollit. Pra janë pjesë e Sirisë, por nuk janë të detyruara të marrin urdhra nga Ministria e Mbrojtjes Kombëtare dhe nga presidenti Shara. Pse? Sepse është pjesa që i shërben Izraelit. Qartë. Është pjesë që është mbështetjet e Izraelit dhe të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Krijimi i divizionit të parë është parë si një akt lufte nga Erdogani, sepse ky divizion ka për mision mbrojtjen e kufive verior të Republikës, de facto tashmë Rovaja, që quhet Republika e Kurdistanit të Sirisë. E ngjashme me Kurdistanin e Irakut, po. E Sirisë, jo me Kurdistan, me Kurdistanin e Irakut bashkëpunon ajo. Jo, e ngjashme me të, e ngjashme, po, patjetër. Para të po thoj. Urdhri i dytë është krijimi i divizionit të kundër terrorizmit. Brenda këtij,
Pra integrimi, heqja e Tagrit si grup terrorist që e konsideron shteti turk, SDF-in, PYG-in edhe YPD-in i konsideron grup terrorist, sepse kanë kryer qindra mira sulme terroriste brenda territorit të një vendi antar të NATO-s, krijimi i divizionit antiterrorizmit Kreshnik e ka tërbuar Erdoganin dhe është një dështim total i Spari i investimit prej më shumë se 15 vitesh i qeverisë turke, i Hakan Fidanit si një nga lojtarët kryesor në gjatë kohës nga 2011 dhe në vazhdimsi, Kur ishte shefi i shërbimeve sekrete. Visioni i cilit bëri të mundur në bashkëveprim me 130.000 forcat brigadat arabo-turke largimin e Bashar al-Assadit, pra ja dha Izraelit në dorë Sirin, dhe ne kemi bërë këtë analizë, që në momenti ku ndodhi në fund vjetorit, që e gjithë kjo suport, e gjithë kjo mbështetje Turqisë do t'i kthehet kundra, dhe së dyti dhe së treti, ky divizion që tham, krijimi i divizionit antiterrorist i bën tashmë legjitim të gjithë këto forca që të gjitha njësit të cila kanë qenë në mbështetje të territorit Turqisë, dhe këtu më sjell vëmendjen tuaj 3 operacionet kurde, operacioni mburoja Eufratit e 16-s, që siguroi kontrollin e, në mos gabojm, Azazit, Xharabluzit, Albabit dhe Manbijit, operacioni dytë strategjik, dega e Ullirit në 2018-ën, marrja e kontrollit të Afrim dhe largimi i kurdëve drejt zonës një herë për gjithmonë, dhe operacioni i tretë i 2019-s, operacioni pranvera paqes në Nanbiq, Al-Abayt dhe Ras Al-Ain, duke krijuar kushtet që forcat kurd turke për gjatë 910 kilometrave minimalisht të kenë një 30 kilometër kontroll. Dhe ky divizion i dytë antiterrorist i mbështetur nga Amerika dhe Izraeli bëhet me qëllim haptësi kundër Turqisë. Dhe divizioni i tretë, i cili është divizioni i grave, që përbëhet nga 6 njësi të PYD-s, që kanë qenë pjesë e PKK-s e sulmeve, pra personeli femër. Të treja këto të integruara në Ministrinë e Mbrojtjes, që nga njëra anë fondet i marrin nga Siria, nga qeveria e Damaskut, por nuk kanë komandim kontroll. Sepse këtu nuk i lejohet në këtë territor forcave të Al-Sharas, nuk ka legjitimitet. Kurse forcat kurde brenda marrëveshjes së pranverës kanë 70 pozicione komandim kontrolli. Përfshi zëvendësministrin e mbrojtjes kombëtare, zëvendësministrin e brendshëm, 3 drejtorat që bimeve inteligjente, zëvendës shefit të shtabit. Edhe në Damask, pra kurdët kanë autoritet në Damask, kurse asnjë sirian nuk ka autoritet në Trekëndçi në lindje të Eufratit. Ndërkohë, për ta përmbyll, Siria ka humbë një pjesë të madhe të rajonit të Suedes dhe korridorin Devit që nuk lejohet për të kontrolluar, dhe këtu janë disa baza, siç është baza 44 në kufi me Jordanin, që kontrollohet nga Izraeli dhe nga amerikanët. Dhe lindjen e Eufratit, qartësisht. Amerika dhe Izraeli sigurisht që janë në mbështetje të plotë të kurdëve, amerikanët luajnë me kujdes, herë luajnë avangard, herë luajnë pak më tërhequr, por Izraeli është gjithmonë aty sepse është pjesë integrale e lojës. Shumë shkurt, kolonel, cili është plani sekret? Ka një plan Izraeli, përveç asaj që duket, ka një plan sekret të fshehtë në këtë mes Izraeli, në lidhje me kurdët dhe atë që po ndodh si rifles? Absolutisht, Izraeli nuk ka më asnjë plan sekret, sepse Spari për shkak se ky plan është i rrezikshëm për vetë Izraelin, janë ambicie shumë më të mëdha se sa mundësitë që ka Izraeli. Pavarësisht të mbështetjes pafundësisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kur mos harro një gjë. Do vi një moment që inshallah s'vjen kurrë, por do të vi një moment që Kina dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të kyçen në një konflikt me njëri tjetrin. Dhe pikërisht ky do të jetë momenti kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do të kenë më mundësi
për të bërë ombrell për çdo gjë që kërkon Izraeli. Dhe ky është momenti ku Izraeli mbel zbuluar, po thonë. Dhe Izraeli tashmë po e zbaton planin e Izraelit madh. Kemi dizintegrimin e Somalisë. Somalilandi është projekt i Izraelit madh. Ndarja e Jemenit, Sudan dekadat e kaluara është pjesë e planit Izraelit madh. ndarja e Jemenit, Përfshirja e tyre në Yemen, konflikti midis SDF-it. Të gjitha në bashkëpunim me qeverinë e Emirateve të Bashkuara Arabe, në Yemenin e Jugut për ta ndarë, po, në mënyrë që të bllokojnë dhe të pamundsojnë aftësimin e kapaciteteve ose rreziqet dhe kërcënimet nga Houthit. Pjesa tjetër ke Libin. Pjesa tjetër ke krijimin e një shteti të pavarur në Algjeri, prapë shtetit të Izraelit. Pjesa tjetër është mbështetja e qeverisë Marokut. Nuk është e rastësishme Egjipti, vizita dhe Libia, pritja e Turqia, Al-Sharas në Shtëpinë e Bardhë dhe kërkesa e presidentit Trump për t'u bashku Abraham Akordit. Mirë po, Al-Shara në hajnë zgjalli me recka, po të afirmosin këtë situatë, sepse ai ka ardhur si pjesë e grupeve xhihadiste me tjetër, dhe një nga problemet më të mëdha që po përballet sot është krijimi i këtij divizioni të tretë femrave, që Baraku ka shku, i ka dhënë ultimatumin e fundit, se nuk ka pranuar për ta krijuar, sepse është qeveri islamike, nuk lejon divizion për femra, kupton? E ka në programin e tij, në programin që bazohet në ligjet e shariatit. po. Kështu që pa diskutim që Siria është dizintegruar dhe është pjesë e planeve të Izraelit të madh. Qartë, kjo dihet sepse Izraeli qartësisht e ka ndërtuar planin e tij mbi coptimin e fqinjve dhe kjo është e hapur. Izraeli e ka planin të qartë që nuk mund të lejoj dhe nuk do të lejoj dhe e ka planin për të mos lejuar që të rrethohet nga fqinj të fortë. Dhe ndarja dhe coptimi është mënyra më e mirë për t'i dobësuar vendet e rajonit. Parë nga gjithë kjo, a mund të themi, kolonel, se rrezikojmë të shkojmë në një përplasje ndërmjet Izraelit dhe Turqisë direkte dhe Amerikës dhe Turqisë, apo Amerika do të rrinë më tërhequr dhe fërkimi më i fortë do të jetë ndërmjet Izraelit dhe Ankaras? Nëse unë besoj që Amerika në asnjë mënyrë nuk ka për të lejuar që Turqia të përplaset me Izraelin. Sepse të mos harrojmë kurrë që Izraeli, e kam thënë që ditën e parë, edhe jam keq kuptuar, duke qenë edhe një njohës shumë i mirë i aftësive dhe kapaciteteve të këtyre grupeve militante apo terroriste, si për disa janë militante, për disa janë terroriste, Izraeli nuk arriti të mposhte Hamasin krishtik. Nuk arriti të mposhte Hamasin, duke përdor qindra mira prella, duke shkel ligjin ndërkombëtar. Nuk arriti të mposhte Hamasin, si do e mposhti Izraeli Turqinë. Po bën vaki nuk e do të mposhtur Hamasin Netanyahu, kolonel. Urdhëro? Bën vaki që Netanyahu nuk i duhet i zhdukur Hamasi. Mos jetë Hamasi alibia e vetë Netanyahus për të vazhduar sakatimin e popullit palestinez, marrjen e Gazës dhe pastaj të bregut perëndimor? Pa diskutim që po, se planet janë bërë për t'i dërguar të gjithë në Somaliland. Problemi është që ushtria izraelite ka pagu një çmim shumë të lartë në konfliktin me Hamasin dhe Hezbollahun. Unë mund të pranoj teorinë që po të më thoje që nuk e besoj, kolonel, që Benjamin Netanyahu nuk ka pas informacion për sulmin e 7 tetorit, pasi ka qenë i paralajmëruar nga shërbimet egjiptiane dhe xordaneze. Dhe këto, se themi asun as tip, e thënë shumica e ish drejtorëve të Shin-Betit, Shabakut, Mossadit. Qartë. Dhe kjo është një nga frikrat e Netanyahus për gjyqin. Dhe një nga frikrat, a u vra, a u masakru, a u ekzekutu. Qartë. A i që gjyqtari, prokurori. Po, kolonel, kaloi kjo histori dhe me sa duket izraelitët i kanë mbledhur të gjitha forcat dhe energjitë e tyre kombëtare për të bërë gati për t'i dhënë grushtin e fundit të projektit tyre për lindjen e re të mesme.
Irani është në prag rrëzimi, kolonel. Irani është në pikën e tij më të dobët që ka qenë ndonjëherë. Presidenti 47 i SBA-ve në 47 vjetorin e Republikës Islamike të Iranit synon që në shkurt kur është dita e tyre të mos ketë më regjim. Do të thotë që nëse bie Irani, kolonel, zhbilancohet komplet lindja e mesme, zhbilancohen llogaritë e Turqisë, llogaritë e Arabisë Saudite, të Xhirit, të Katarit, Kuvajtit, të Emirateve Arabe, gjithë e kështu me radhë, të Rusisë. Ajo që po ndodh, ka hyrë edhe Elon Musk tashmë, po shpërndan internet me Starlinkun, presidenti i Iranit Pezeshkian ka thënë ne e gënjyem popullin e Iranit, ne e kemi fajin për këtë që po ndodh dhe kanë nisur rrugët e Teheranit të shkruhen me emrin Donald Trump nga protestuesit, ka një pritshmëri të frikshme. A mendoni, kolonel, se Izraeli do ta festojë shumë shpejt rënien e regjimit në Iran, apo mendoni se Irani ka karta rezerva me Rusinë dhe me Kinën për t'i bërë ballë këtij plani të madh për rrëzimin e tij? Situata është kur nuk ka qenë më kritike se ka që ja, pra janë në prag të rënjes. Dhe unë e kam shpjeguar dje shumë prej ish zyrtarëve të lartë po kërkojnë viza në ambasadën franceze, gjermane, britanike për të kërkuar strehim, që tregon që themelet janë duke u lëkundur fort. A do të arrihet, do të kemi, do të shohim një rënje në Iran, ndryshim dramatik apo jo? Si e shikon? Nuk e di nëse do të kemi apo jo, por ajo që mund të them është se sinqerisht, analiza që i bëm para 10 ditëve, ne kemi diskutuar bashkë ditën e parë, kur sa fillon, kur një pjesë e protestave ishin në një shkallë prej jo më shumë se 100-200 personash. Tashmë shpresojmë dhe urojmë që populli i Iranit të çlirohet një herë për gjithmonë nga regjimi ajatollave. Unë besoj që për te e modestis, duke qenë një njoft prej shumë vitesh Iranit, Irani ka përsëri disa karta, por që eskalimi është shumë i madh dhe duket sikur po del jashtë kontrollit. Tashmë, kjo që tha aty është 100% e vërtet, por që përsëri do të shikojmë se çfarë do të ndodhi gjatë 3-4-5 ditëve të ardhshme. Është e qartë se kjo është një fushat e gjerë, perëndimore, të cilët po mbështesin popullin e Iranit për të larguar këtë regjim të korruptuar, i cili në fakt nuk ka sjell asgjë tjetër, po dhunë në lindjen e mesme. Kolonel, deklaratën e presidentit të Iranit, ne e gënjyem popullin, ne jemi mashtruesit, ne jemi përgjegjësit, nuk ka asnjë faj protestuesit. Mendon se është një autokritik për të ulur zemradhen popullore, apo kemi të bëjmë me një lëvizje të fortë strategjike që tregon se po lëvizin fort kolonat e shtetit në Teheran? Ktheu në verën e kaluar mrapsht në ditën e inaugurimit të presidentit Pezeshkian. Po. Dhe përsëri 2-3 muaj prapa gjatë fushatës elektorale. Unë për shkak se edhe kam botuar libra për Iranin, unë ndjek 24 orë. E gjithë fushata elektorale e presidentit Pezeshkian ka qenë pro-perëndimore. Në rast se shpallën. Mos po aludoni se Pezeshkian është kolonë e 5 brenda? Jo, absolutisht. Atë nuk mund ta them se s'kam. Okej, mendova mund të futem deri aty. Por ajo që është 100% e vërtet, fushata elektorale e Pezeshkianit ishte një zgjatje dore administratës presidentit Biden. Mos harroj i tha jemi vlezër. Absolutisht. Dhe populli i Iranit, unë kam shumë miq dhe shok iranian këtu, kam qenë edhe pjesë e konferencave në Kongres dhe në Senat, ku një pjesë të rëndësishme të gjithë këtyre lëvizjeve e bën edhe lobi, ajo që quhet Meku, që ne kemi edhe në Shqipëri një pjesë tyre, por lobi iranian, amerikano-iranian, i cili është jashtëzakonisht i fuqishëm Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe përfaqëson
një nga popujt më të cilësor, më të shkolluar Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kolonel, po. Edhe dhe goditja që i bëri Izraeli ditën e inaugurimit. Pra që holli ner të gjithë këtë objektiv të Pezeshkianit, me vrasjen e Ismail Hanies në Teheran, qoftë të kujtohet. Po. Ditën e inaugurimit u bë sulmi. Çdo gjë ishte e qëllimshme, s'pare. Së dyti, për gjatë gjithë kohës, pavarësisht se fuqitë ekzekutive të presidentit Tiranit janë të kufizuara, sepse çdo gjë, mediat, ushtrinë, shërbimet sekrete, politikën, presidentin, kuvendin e drejton këshilli i ekspertëve që zgjedhë drejtuesin e vendit, është Ayatollah Ali Said Khamenei. Ai është njeriu i cili dhe përsëri në të gjitha deklaratat kur është përpjek për të dalë kundra vendimeve të Ayatollah Khamenei, Pezeshkian është thirr, është arrestuar, është goditur, populli nuk i di këto. Është kërcënuar për ta shkarkuar dhe për ta burgos. Dhe të gjitha këto janë rezultat i presionit Izraelit. Sa herë e tentonte të bashkojë, të ofronte dorën te Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Izraeli realizonte këtë, vrasjen e Ismail Hanias, pastaj bëri goditjen e ambasadës apo konsullatës në Damask, pastaj u bë operacioni True Promise 1, pastaj True Promise 2, ekzekutimi. Pra kolonel, ju po aludoni me zë të lartë dhe qartësisht se çdo lloj tentative e iranianëve për të afruar me amerikanët është sabotuar nga Netanyahu në një farë mënyre. Pra. Jo, unë nuk po aludoj fare, unë po ta vërtetoj, po ta them troç. Qartë, jo. Kjo është shumë e qartë për gjithë ekspertët e sigurisë që janë ekspertë serioz. Jo për ato që ju mendoni që ka pas vullnet në Teheran për t'u afruar me Amerikën? Po populli iranian është një nga popujt më pro-Amerikës. Dhe fatmirësisht shpresojmë që ky regjim të largohet dhe është një nga vendet më të pasura në botë, Krishnik. Në raport me popullsinë dhe sipërfaqen, është vendi më i pasur në botë. Kolonel, të kthehemi urgjentisht në Shqipëri. Dhe këtë pasuri nuk e shfrytëzon populli, e shfrytëzojnë për mbështetjen e grupeve të rezistencës. Po, kolonel, ju e thatë sakt dhe kjo është pjesa më e madhe e të vërtetës, edhe unë i njoh iranianët, i njoh persët janë popull madhështor, janë popull me civilizim 5000 vjet. Urojmë, shpresojmë që persët, arabët, turqit, izraelitët, të gjithë popujt e botës të gjejnë mënyrën e paqes. Unë nuk besoj këtë teoritë e supermacive. Ky popull, kjo racë është më e mirë se ajo racë. Persët janë madhështor, arabët kanë madhështinë e vet, hebrejt kanë madhështinë e vet, turqit kanë madhështinë e vet, amerikanët, anglosaksonët, rusët, kinezët. Ky është debat tjetër, qytetërimi. Urojmë dhe shpresojmë ne që Ora Irani, Krishnik, radhën e ka Turqia. Pa diskutim, ndaj ka lindur, por pastaj e ka Pakistani. Mbaj mend. Ne nuk do t'i hapim të gjitha kartat, sepse duhet të kthehemi ke Shqipëria, do na kryzojnë tani aty poshtë e komendet, kolonel, na mytët me lindjen e mesme se njerëzit duan çfarë do bëhet këtu në Shqipëri. Por ne do ta dim këtë pas një diskutim, por a Irani radhën e ka Erdogani, por a Irani radhën e ka Arabia Saudite, Kuwaiti, Katari, Pakistani. Flas edhe vendet e gjirit janë shumë të shqetësuara, kolonel. Unë kam informacion. Vendet e gjirit janë mrapa. E di, por janë dhe vendet e gjirit do jenë sklevrit e Izraelit. Kanë një shqetësim të madh në vendet e gjirit. Unë kam informacione, kolonel, se nëse bie pushteti në Teheran dhe ka një përplasje të shkojnë në sulmin fatal, që unë jam i shkatruar, të fillojnë të bombardojnë qendrat amerikane, bazat amerikane në vendet e gjirit, dhe kjo do të jetë një shpërthim i frikshëm i lindjes mesme. Urojmë më të mirën për popullin e Iran. Ne jemi me popujt, kolonel. Atë që vendos sovrani, atë që vendosin popujt e lirë,
i bekoft zoti i popujt. Pjesa tjetër pastaj është politik, secili e bën politikën siç do vet. Liri për çdo popull madhështor në këtë botë që lufton për lirinë. Të kthehemi ke kasollja jonë shpejt. Ke ky popull i ynë ha dhe madh. Ky popull i ynë madhështor, i vogël në numër, por madhështor dhe ai me histori, me qëndres, me vendosmëri, me betejat që ka bërë për gjatë historisë për të mos u zhduk, për të mos u zhbë. Popull historikisht i rrethum nga fatkeqësisht nga fqinj që nuk e kanë dash kurrë, fqinj që kanë dash ta coptojnë historikisht, ta përdhunojnë, ta masakrojnë, ta ndajnë, na mbajnë të dobët, kanë lobu në gjithë botën, kanë instalu në Shqipëri elita hajdutokrate, anti-shqiptare, thellësisht anti-shqiptare, që e zhbën këtë popull, e shpopullun, e masakrun, ja vodhën pasurit, i shkatrun. Ky popull tashmë po pret si zogu që pret shqiponit i kthehet në fole kolonel me një buk, pret nga qili të shpëtojnë, po presin kur do iki Edi Rama, a iku Maduro, do bi Irani, a do na bi dhe ky këtu. Një pjesë e njerëzve i kanë situata të turbullta në kokë, një pjesë nuk e din fare se çfarë po ndodh, një pjesë tjetër thot po si do iki Rama. Këtu në Tiranë po ndodhin zhvillime të mëdha. Rama ka nisur një fushat, që është fushata e ditëve të tij të fundit. Kryeministri i përkohshëm i qeverisë përkohshme Rama, pasi diskutim ka rënë miq, ky është opinioni im, koloneli do të mund na e thotë. Po ndjek një strategji tani kolonel Rama në të gjitha televizionet dhe portalet idiote që kontrollon, nxjerr disa debil, të cilët dalin me data dhe me parashikime, nesër do ta kapin me helikopter, pas nesër do bi, tjetër pas nesër do i bi kometa, tjetër pas nesër do ta marrin bashkë me lindën, do ta arrestojnë e kështu me radhë. Qëllimi i këtij kori kolonel është të rrisë pritshmëri boshe dhe të djeg narrativën, ta konsideroj idiote dhe banale, narrativën që thot flet për largimin e Edi Ramës. Si e shikon këtë strategji dinake të Ramës për të banalizuar narrativën që ai do të largohet nëpërmjet projektimit të disa debilëve, të cilët flasin budallalliqe me ok, sikur përfaqësojnë Amerikën, dalin këtu në për gjitha portalet, në për televizione. Si e shikon këtë narrativ, përse ai po e ndjek këtë strategji? Nëse analizojmë me vëmendje çfarë ka bërë vitet e fundit Rama, është copy and paste e strategjisë që ka ndjek Vučići. Me mediat, me kontrollin e mediave, Qartë. me futjen në politikë dhe riciklimin në të gjitha pozicionet të 5 figurave, në bashkëpunimin e tyre me agjendën e Sorosit, ku Serbia është përcaktuar si vendi që duhet mbizotrojë Ballkanin Perëndimor, ku gjithë parat, gjithë investimet, gjithë financat, ekonomia duhet vinë nëpërmjet kontrollit të Beogradit, tashmë të dështuara, si mik edhe ndjekës i Maskirovskës ruse, edhe sigurisht, kjo ka afektuar edhe Ramën, sepse siç e dini ato qëndrojnë vazhdimisht, bisedojnë vazhdimisht dhe e një narrativ siç është atje, që ndiqet edhe kundra Kurtit, me gjithë mediat e financuara nga serbët, edhe nga agjentët e BIAS, e njëjta gjë në Shqipëri. Të njëjtët njerëz paguan, të njëjtët figura rikonfigurohen në pozicionet ndryshme qeveritare, të njëjtët hajdut, të njëjtët anti-shqiptar, të njëjtët anti-njerëzor, anti-familje, anti-kom, anti-fe po dush. Dhe unë mendoj që kjo bot e qëllimshme për ta turbulluar edhe më parë, edhe më shumë popullin shqiptar, sepse për Edi Ramën populli shqiptar nuk është asgjë më shumë se sa një VK, se kështu e kanë fjalorin këta. Dhe nuk po vazhdoj më tepër, gjë të cilën e konfirmoi edhe ish zëvendësi i tij, që i cili e konsideron si kokën e krimit organizuar. A jemi ne që e kemi thënë për gjatë gjithë këtyre mujve dhe viteve që ai drejton një organizat kriminale, një band e cila atje është vetëm për ta kontrolluar këtë popull,
me ato media, me ato haleist, sa ato nuk janë analist, ato janë helmust popullit shqiptar, dhe njëta narrativ përdoret në gjitha mediat, luft psikologjike, dizinformim, gënjeshtra sot nesër, në mënyrë që ta lodhin popullin dhe thonë diçka, më mirë ky se sa të vinë ato tjerët. Në kohë që të qohen atje në shesh, dhe thonë as ky, po të vi një klasë e re politike e cila vjen për të shërbyer kombit. Bukur. Ky është themra e Akilit në gjithë të histori, kolonel. Njerëzit shqiptarët presin që Rama të bjerë vetë, presin të vinë ta marrin forca Delta me helikopter, presin ta bëjnë ky, por në të njëjtën kohë s'kan qef mu, as ty s'kan qef, por nuk e dun as atë, po se dun as këtë tjetrin, po as ky s'bën, po as ai s'bën, si është e mundur, kolonel? Arben Ahmetaj, unë kam një qasje tjetër, nuk du t'i ha minutat e mia për ta bërë analizën, se pse del, kush e nxjerr, për çfarë del. Është një mekanizëm, mega mekanizëm ky që ka për qëllim shumë situata të tjera. Si mendon, kolonel, del dikush atje, del ti, del unë, del tjetri, del njëri nga ata. Arben Ahmetaj është njëri prej tyre, pavarësisht se ka marrë rolin e Absolutisht. merr rolin e Angel-it tashmë nga Zvicra, ka çuar shumë edhe Arbeni atje, pavarësisht se thotë i kanë bizneset me faturë gjitha, e dim dhe ne kush ka qenë Tigri. Edhe shqiptarët e din kush ka qenë Tigri. Këtu po ndërtohet një ingranazh që as të alshtu, as të lëshon. Dhe si është e mundur që ky popull sheh gjithë këto krime, sheh një kryeministër, dëshmon ish zëvendës kryeministri që popullin e quan VK ose popull BQ. Po pra këto patronazhistët. Si është e mundur që ky popull nuk ngrihet? Okej, sepse patronazhistët dalin thonë do vi Berisha po iku ky. Po sikur mos vi as Berisha, as Rama, as ky, as ky. Populli pse nuk del, kolonel? Si është e mundur të shoh gjithë këto të zeza dhe tu thot tu fuz gjithve shkelmin? Ç'ndodh me këtë popull? Populli, edhe herën e kaluar të kam thënë, fatkeqësia më e madhe që është bë këtij populli nga Jugosllavia është krijimi i Partisë Komuniste dhe komunizmi zuri rrënjë aq të thella sa që edhe në 44-ën edhe ato familje patriotike që luftuan, që deshtën kombin, një pjesë u largun, një pjesë tjetër i morën, i shkatruan. Dhe komunizmi nuk është largu asnjë ditë, Kreshnik. Është dëmi më i madh që është bërë këtij populli. Dhe gjithë patronazhistët që Rama i llogarit si letër higjienike, i konsideron letër higjienike, të cilët e mbrojnë nga mjezi darkë, të cilët nuk kanë as siguri, as ardhme, as fëmijët nuk i kanë të familjet e tyre se kanë larguar një pjesë e madhe e tyre, gënjehen me një post, me një punë aty në shtet dhe nuk janë asgjë më tepër por vëmje. Tani, për të gjithë ata që kanë dyshimin më të vogël që Rama nuk do largohet, ne këtu nuk bëjmë Karagjozin, as nuk flasim në emër të shteteve, as të vendeve tjera. Por jemi analist serioz, të cilët pa diskutim, që kemi informacione dhe bashkëpunojmë me njerëz serioz, i them me siguri që ky 3 mujor, janar, shkurt, mars, do t'jetë 3 mujori i cili spaku BKH-ja nëpërmjet vendimeve dhe veprimeve të tyre, nëpërmjet publikimeve të gjitha të drejtuara dhe të komanduara në mënyrë të veçantë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se Shtetet e Bashkuara të Amerikës çfarë mund bëjnë më tepër më Kreshnik? Po ju nxjerrin, po ju tregojnë popullit se kush i ka drejtu. Kto i ka vjedh vetëm një ministre, na doli jo me 300 apartamente, 335 apartamente, edhe 35 tjera. Me llogari bankare, me vjedhje. Dhe kjo është maja e icebergut. Një pjesë e madhe e tyre
Ore, po a ka turp më të madh për një komp si Shqipëria? Se jo vetëm si vend si Shqipëria, po komp si Shqipëria, që është i ndarë në 4 vende, në 5 vende po të dush. Të drejtoj Manastir Liu më 4 ministri më burr. Të drejtoj 4 ministri, se s'po i marrim tani me radhë, se ju bëjmë PR. Një numër ignorantësh, të pamoralshmish, hajdutësh, anti-shqiptarësh, anti-kombëtarësh, një qeveri që voton ligjin antifamilje, që do të shkatrojë dhe fëmijët që qerdhe, për t'i bërë homoseksuale, për t'i bërë antifamilje, kundra fes, kundra Zotit, ku të gjithë drejtuesit e institucioneve fetare, në mënyrë të veçantë ata musliman, janë shqiti shërbejnë kësaj agjende. Po edhe të feve tjera, të cilët përdoren për grumbullim votash. Një shoqëri kalbur krejtësisht, çfarë mund t'ju bëjë Amerika? E megjithatë, përsëri SPAK-u, BKA-ja, me presionin amerikan, do vazhdoj gjatë ditëve në vijim të publikoj skandale. Dhe po i bëj thirrje edhe këtyre gjuzve, por edhe ta sherin sa më shumë me të gjithë njerëzit, në mënyrë të veçantë ata që janë jashtë dhe që kanë njerëz në Shqipëri. Sherini këto video. Ky është mesazhi që po ju bën Amerika. Po ju tregon se kush ju ka vjedh, kush ju ka drejtu gjithë këto vite. Prandaj duhet reagoni si popujt e tjerë. Duhet reagoni si Rumania, si Bullgaria, si Greqia, si Franca, Gjermania, Polonia, Çekia. Dilni në mënyrë paqësore, bllokoni rrugët, kërkoni të drejtat tuaja. E drejta juaj për të kërkuar largimin e kësaj qeverie është legjitime. E një qeverie e cila gjithë të vite ju ka vjedh $100 milion, $16 miliard vjedhje. Tha zëvendës kryeministri dje, të cilin unë e bëj bashkë fajtor, sepse nga zëvendës kryeministri unë, i cili ka qenë pjesë e këtij mekanizmi hajdut, nuk presun që dali Ahmedaj tani, edhe të besoj unë Ahmedajt dhe them bravo Ahmedajt, i cili ka qenë pjesë e kësaj bande qeveritare. Ndërkohë që ai po i denoncon këto vetëm momentin kur u kërcënu. Dhe kjo tregon qartësi për ta përmbyll që SPAK-u nuk ka bërë asnjë gjë në kohën e Dumanit. Asnjë gjë. Ka bërë vetëm 1%. Dhe kam besim jashtëzakonisht plot, bravo, që të filloj t'i fusi ruspën gjithë hajdutave të 34 viteve të fundit. Ti përballi me drejtësinë. Qartë. Kolonel, ka në 25 janar, ka një mbledhje të madhe ky Rama, dhe ka shpërndar me metodat e tij, ka shpërndar lajme që do bëj zhvillime të mëdha, transformime të frikshme, ndryshime të mëdha në qeveri, në fundamentet e shtetit, do bëj lëvizje të mëdha, sikurse nëpërmjet porrjeteve të njëjta ka përcjell idenë që edhe mund të largohet për t'i lënë vendin një kryeministri të pajtimit, është duke u laku emri i Majkos sërish, e kështu me radhë. Tony Blairi i ka thënë përpara zgjedhjeve të 11 majit, 4 mandate nuk bën më ik, se Tony Blairin e ka këshilltar ky, ka dhe këshilltar të tjerë. Europianët ja kanë thënë mos vallë e Trump fundi i janarit dhe vizita e Amerikës mund të bëj në një tërheqje para fundit janarit, kolonel, apo po i hedh ky si lakmus për të matë pulsin e popullit dhe për të parë reagimet? Është kriju një percepcion i gabuar për ne dy, sikur ne kemi thënë që Rama do largohet në fund janarit. Ne kemi thënë në 3 mujorin e parë të 2006-s. Absolutisht po. S'kemi thënë fund janarit. Në fund të janarit do filloj të përballet çështjet më. Një është Amerika, 2 po bën të gjitha përpjekjet Kreshnik duke harxhuar miliona dollar. Çojeni Ramës, ju spion edhe Ramës, që të përfshihet te lobi çifut, lobi hebre, i cili mbështet fuqishëm presidentin Trump në mënyrë që të fitoj kohë edhe me ato tinzalliqet dhe poshtërsitë e Ramës për të blerë
Kolonel, Të bler një ndalu pak komardare. Ndalu pak kolonel se ky është lajm. Ky është lajm. Ka paguar miliona dollar për të shkuar tek hebrejt, keni informacione ju për këtë? Po patjetër që po përpiqet të shkojnë në paguajë Washington. miliona dollar për të përdorur lobin hebre për të marrë pjesë në takimet që do zhvillohen shkurt, në takimet të cilët do bëjë një fundraising të madh presidenti Trump, por që është në target, është në vëzhgim, është në observim dhe prandaj kam thonë, ky vend fal këtyre shqiptaro-amerikanëve, jo pjesën tonë, po ata të cilët kanë ardhur para nesh, shumë përpara nesh që kanë edhe influencë më të madhe. Këtyre patriotëve të cilët po punojnë ditë e natë në mënyrë që spari të informohen institucionet amerikane, së dyti në bashkëpunim edhe me aktorë dhe faktorë tjerë, politik dhe jo politik, edhe përfshi edhe ne këtu, për të informuar për problematikat e mëdha, është vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës që kanë kërkuar një pastrim të inteligjencës shqiptare, të forcave të armatosura që janë super të korruptuar, nuk flas për pjesën e uniformës, po për pjesën civile, tendrat mafios që bën Ministri të Mbrojtjes, hajdutëria e padiskutueshme, të paktën këto 13 vitet e fundit, dhe Ministria e Brendshme e cila është drejtuar, emëruar dhe punon në funksion të krimit organizuar. Këtë tashmë, siç e dha dhe mesazhin dje përfaqësuesi i ambasadës, po këto mesazhe vijnë drejt për drejt nga Washingtoni. Rolin më të madh e ka shqiptarët amerikanët të cilët punojnë ditë e natë. Por do duhet që të çohet ka gjumi dhe populli shqiptar, Keshnik. Nuk kanë ujë për t'u la në 2026-ën. Dhe del atje një debil edhe ku ta çoj më revëllezër? Ku të shkoj Vlora më tej? Në të shkoj thot. Sepse këto janë njerëzit që i ka vu Edi Rama ignorantet, dhe dihet pse janë atje, se nuk janë atje për vlera, as për aftësi akademike, as për aftësi drejtimi, janë për ato që si themi do të ne këtu. Qartë, dhe njerëzit i kuptojnë ato që si themi do të ne. Kështu që edhe populli, prandaj ne po përpiqemi që maksimumin, të bëjmë maksimumin të çojmë nga gjumi. Absolutisht, si kemi thënë asnjëherë, çoni thyni xhama. Në mënyrë paqësore kërkoni drejtat tuaja. Dhe ti edhe unë kemi bërë këtë punë. Unë asnjëherë në jetën time se kam votu jo rilindjen, se kjo s'është rilindje, bandën anti-shqiptare të rilindjes. Bandën anti-njerëzore, anti-shqiptare, anti-shqiptare, anti-njerëzore, anti-humane të rilindjes. Kolonel, thatë edhe i diçka sonte shumë të rëndësishme, jemi duke përfunduar, i dhatë një super shuplak të gjithë ushtrisë hajdute të manipulatorëve, sekserëve të regjimit dhe kontrolluesve xhelat të këtij popullit shkret. Ata që quhen me gjuhën e pisët patronazhist, u dhat shuplakën sepse sot i thatë të gjithë popullit shqiptar ishit më i qartë se kur për gjithë këta ordiner, të cilët ne kur na shohin të merremi me qeverinë thot ose je i Berishës, ose je i këtit, ose je i atit, sepse ne nuk ka mundësi të jemi të vetes. A më kupton? I thatë dhe ja them atë që ju e thatë, e përsëris atë që ju e thatë, ja them sot gjithë shqiptarëve që na ndjekin. Çoni, zgjidhni atë që doni ju, vendosni ju, dilni, reagoni, folni, ngrihuni dhe vendoseni ju kush do të jetë. Jo ata. Dhe këto historit me berishista, me pa berishista, këto tregojani atyre fabrikave që ja kërkojnë atje dhe që ja hedhin helmin që të ndani dhe të përçani njerëzit, sepse jeni ndyrësira dhe shumë më të ullët se sa ndyrësira. Po bëjmë një betej më të vërtet se sa ngjyra e kuqe e gjakut. Po bëjmë një betej me gjak, me shpirt, dhe vini, shpifni në mënyrë ordinere, ose je berishist, ose je salihist, ose je PD-ist, ose je çfarë do lloj epiteti. Unë jam person
që flas për Kreshnikun, zotëria është, kolonel flet për dritanë e mire. Ju e zgjidhni se kush vjen. Edhe si kur unë të dua, edhe si kur koloneli të doj. Të vi Berisha, të vi Rama, të vi Genci, të vi Agimi. Jeni ju që vendosni. Ju jeni populli, ju jeni the people. Ju jeni sovrani, ju jeni vullneti, ju jeni fuqia, ju jeni uragani që vendos. Dhe nuk ka fuqi në botë ju manipuloj. As në emër të X-it, as në emër të Y-it. Dilni vendosni për fatet atë dheut. Kuptoni se dhuratat nuk kanë për të ardhur nga qielli. Amerika në qoftë me ju do të bëj mirë sepse jeni më i braktisur i popull në këtë udhëkyç historik. Por mos prisni dhurata nga qielli sepse ato dhurata nuk kanë për të ardhur kur. Keni dhe ju rolin tuaj për ta luajtur. Kemi dhe ne të gjithë rolin ton për ta luajtur. Kolonel, nëse keni një mesazh mbyllës, urdhëroni. Mesazhi mbyllës është historike që po kalon Shqipëria. Mesazhi për mbyllës është ky. Bashkohuni, bëni bashk kundër diktaturës, kundër vjedhjeve, kundër anti-shqiptarisë, krijoni masën dhe kundërshtoni çdo njeri që ju ka vjedh, që mendoni se ju ka vjedh. Por mos shitni shpirtin për $50 edhe vazhdoni bërtisni këtu për bandën e rilindjes, bandën anti-shqiptare, e cila ju ka pirë gjakun. Faleminderit kolonel, faleminderit për kohën tuaj të çmuar, faleminderit për sqarimet, shpjegimet. Shpresoj edhe ju miq të keni kuptuar sadopak, të jeni kthjelluar, të jeni qartësuar sadopak në shpjegimet që bëm sonte, qoftë në nivel makro, qoftë në nivel mikro këtu në Shqipëri. Edhe një herë faleminderit kolonel për kohën tuaj të çmuar. Ishte kënaqësi. Kënaqësia është e imja. Të dashur miq, ky është momenti, kaq kishim për sonte. Zhvillimet në këtë muaj dhe në muajt në vijim do të jenë të mëdha, të hatashme, të shpejta, urgjente, shumë do të luajnë pllakat tektonike në botë, në Ballkan dhe këtu në Shqipëri. Bëhuni gati për të gjitha. Duhet të jeni gati për të gjitha. E keni parë kur shkon një i sëmur tek doktori dhe është në gjendje të rëndë. Doktori thot, Zoti përpara, ne mbrapa ne do bëjmë gjithë shka kemi në dorë, por ju duhet jeni gati për gjitha. Edhe bota kështu është. Në këtë moment është. O shkepet një rend botëror, do të lind një rend i ri, pllakat dhe ekuilibrat do të lëvizin në të gjithë botën, fuqit në rajonale dhe ndërkombëtare do të ndryshojnë në të gjithë botën. Ne jemi popull i vogël, të japim dorë njëri tjetrit, të kuptojmë mirë, të reagojmë sakt në kohën e duhur, në vendin e duhur. Natë e mirë për sonte.